Dashur miq, rikthehemi te Olti Curi TV në YouTube, në ditarin tim personal, por që ndiqet në YouTube. Faleminderit shumë që jeni atje dhe vini her pas here për të më vizituar. Kush bën subscribe, kapele, 3 herë rresht. Faleminderit shumë. I paketuan VIP-a dhe i futëm në bigun e Kosovës. Tani bëm gati Big Brother VIP Albania 5, sepse thuhet që fillon në datën 20 dhjetor. Prandaj do të flasim për emrat, siç ishte rasti Engji Nasufit dhe Neada Muçaj, që thanë se gjithë konflikti ka ndezur dhe është bërë aty brenda në korridoret e topit sepse vajzat do jenë në Big Brother VIP. A tjetë e vërtet kjo? Do ishte gjë e madhe shumë. Por një emër tjetër ditët e fundit në Tiranë ka qenë Angela Martini. Angela Martini nga maja e majës së luksit në Big Brother, duke ndarë buxhetin e salçiçes, nuk e besoj. Megjithatë, për këtë do flasim sot dhe për listën që qarkullon në siglën tonë modeste, në emisionin tonë modest. Po. Gjithçka flitet dhe çdo gjë që ndodh në showbiz në ditët e fundit, duket se ka lidhje me startin e Big Brother VIP Albania 5, sepse po afron data. Thuhet që me 20 dhjetor do të kemi spektaklin e drejtuar nga Ledion Liço. Por nga ana tjetër janë duke diskutuar çdo gjë që ndodh lidhet me Big Brotherin. Po. Edhe sherri i fundit midis Engji Nasufit dhe Neada Muçaj të komentua se ishte diçka e stisur, madje duke qenë se vajzat kanë punuar të dyja në Top Channel, menduar se është diçka e tillë për t'i futur në Big Brother dhe vëmendja dhe ishte maksimale për t'i parë ato të dyja aty, sepse të gjithë kemi menduar dhe jemi kurioztar për të ditur çfarë ka ndodhur më shumë. Ky ishte versioni i parë. Një emër i ditëve të fundit, orëve të fundit ishte sepse më telefonuan dhe thanë, "Olti, ke dëgjuar gjë apo jo?" Flitet që Angela Martini do jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Maj sa interesova nga miq përbashkët me Angela, sepse vetë nuk e njoh. Më thani, absolutisht që jo. Në fakt ato mendova, sepse Angela Martini ka atë jetën e saj që ka, kështu që e thënë kështu, jetën e saj që ka duket sikur është për bugoje, po jetën e saj që ka nga Saint-Tropez, Mykonos, San Moritz, këto vendet ekskluzive. Dil nga Cartier hyte Diori, dil nga Diori hyte Hermesi, kështu që kam përshtypjen se nuk e di si do mbijetonte duke pjestuar buxhetin e miellit, makaronave, salçiçeve, salcës apo e patatinave. Kështu që mbetemi listës që qarkullon deri tani. Eugene Polovishti është një emër që na kujton Portokallin. Na kujton një djalë shumë të talentuar, i cili është një aktor të ri dhe më premtues që ka estrada shqiptare. Është spektakolar në rolet e tij, por i bërë shumë popullor, sidomos gjatë zhvillimit të realities Big Brother VIP Albania, sepse ka imituar në mënyrë spektakolare dy personazhe që kanë mbetur aty, Vercelo dhe mua më pëlqen më shumë tek Loredana. Loredana është një imitim i jashtëzakonshëm i Eugene Plovishtit, i cili, e thashë me gabim herën e parë, është Eugene Plovishti, kërkoj ndjes. Eugene Plovishti me Loredanën ka arritur kulmin. Do të thoja që na kujton spektaklin Bagalino dhe nivelet më të larta të imitimit që kanë bërë aktorët e mëdhenj italian në Canale 5, ka qenë aty Oreste Lionello, Leo Gulota, pra po flasim për këto nivele. Kështu ishte dhe niveli Eugenit kur imitonte Loredanën, një zbërthim personazhi i jashtëzakonshëm. Ai aktualisht ka 27.000 follower dhe mendoj se do të ishte shumë kureshtar gjithë publiku për ta ndjekur atë në lojën brenda Big Brotherit. E kam thënë një herë tjetër për Ardin Murata, i moderatori Top Albania Radios, i Radio Klanit, Radio Televizionit Shqiptar. Emri i tij ishte një bombë në titujt e portaleve, sepse ishte ai që dërgoi në SPAK drejtuesin e Radio Televizionit Shqiptar në atë kohë, Alfred Peza, një emër i madh i gazetarisë, por nga ana tjetër u përfol shumë edhe për kontratat e jashtme Radio Televizionit Shqiptar e gjithë këto histori. Eugene aktualisht ka 8.500 follower në rrjetet social Instagram. Emri tjetër i përfolur është një moderatore sportive për në Big Brother VIP Albania, nga të paktat femra të medias shqiptare është Sabina Mete, e cila ka bërë një deklarat denoncim bomb. Ajo ka rrëfyer se shefat ku ka aplikuar për vend pune në media i kanë kërkuar favore seksuale. E ftuar në natë me Aulona Mustën, moderatoria tregoi se për të ka qenë një moment shumë i vështirë. Sabina Mete vjen me një blok fanbase të konsiderueshëm.
134.000 follow ka Sabina Mete aktualisht në rrjetin e saj social Instagram. Një vajzë tjetër është Ina Pashollari, është fituese e Shizën Top 2, aktualisht e angazhuar në botën e ekranit tek e diell. Ka 13.000 follower në rrjetin e saj Instagram, pra ka 13.000 ndjekës dhe e një botën e televizionit sepse është bërë pjesë e saj në spektaklin e diell. Është dhe një vajzë këngëtare që përflitet shumë për praninë e saj në Big Brother VIP Albania 5. Lore, këngëtare që emrin e vërtet e ka Lorela Karoshi. Kontaktin e parë me skenën e ka patur në talent show The Voice Albania, ku Lore mundi të arrinte deri në netët finale me Elton Dedën si mentor. Më pas, nëpërmjet The Voice, ajo përzgjoll në vitin 2014 si përfaqësuese e Shqipërisë në Azerbajxhan në festivalin Univision për artistët e ri. Në 2015 bashkëpunoi me DJ shqiptar për të sjellë projektin e saj të parë, Hangover by a Dream, dhe më pas në 2016 një tjetër bashkëpunim me DJ Aldo me këngën Don't Let Me Go. Në 2017 Lore merr pjesë në festivalin Radio Televizion Shqiptar me këngën Me Ty, ku mori pjesë aty e mbështetur nga producenti i mirënjohur Alban Kondi. Lore është një artiste e cila rrjeti social Instagram ka 11.000 follower. Për të shkuar më pas tek një tjetër emër që përflitet, që është Robert Aliaj Dragoti, piktor, këngëtar, intelektual, opinionist në spektakle televizive dhe në gara si Dance With Me. Gjithashtu ai njihet sepse është organizatori një festival filmi Tirana 48 orë, dhe duhet thënë se njihet njëkohësisht sepse djali i tij Kristi ka qenë konkurrent në Big Brother VIP Albania 2. Kështu që vetëm një personazh ekscentrik si Robert Aliaj Dragot mund të jetë që në moshën 65 vjeçare vendos të lërë gjithçka dhe të thotë do hyjë në Big Brother VIP. 40.000 ndjekës i ka tashmë Robert Aliaj Dragot, dhe të shohim nëse moshatarët e tij apo gjithë ata të cilët do i pëlqejnë lojën e Robert Aliaj Dragot, do t'i bëjnë follow dhe do të shtohet numri i ndjekësve. Nuk është thënë vetëm moshatarët e tij, por gjithë ata të cilët e pëlqejnë Robertin, se Roberti kap edhe targetin e të rinjve. Mirë, e tham edhe një herë tjetër dhe po e kam nguli, nuk e di pse e duaj Gjina Sufin në Big Brother VIP, është moderatore, njihet si këngëtare dhe moderatore, por në fakt ka qenë baleti që në moshën 6 vjeçare në skenë. Gjina Sufi është bërë e njohur nga baleti. Edhe pas vazhdoi me këngë, me festivale, me çmime në festivale për fëmijë, në radio televizionin shqiptar, por baleti e Gjina Sufit hyri prapë në punë. Pse? Sepse doli fituese duke kërcyer te Dance with the Stars Albania, organizuar në Top Channel. Gjina Sufi sot ka 73.000 followers dhe është një personazh i njohur shumë edhe nga portalet. Her pas here ka bërë lajm, ka bërë edhe meme në TikTok, edhe është një personazh i cili them se i duhet Big Brother, pse më kanë thënë që është specdjeks. Valer Kolnika, një tjetër emër, është ish banor i Big Brother VIP Albania me njerëz të thjeshtë, më pas ka marrë pjesë tek ferma VIP, 15.000 followers. Një tjetër emër është Kleoniki Deliorgji, e lindur dhe shkolluar në Greqi, njohur si modele, 2012 Miss Shqipëria, më pas Miss Globe. Po. Ka 50.000 ndjekës aktualisht dhe ka qenë një nga vajzat që bënte pyetje pikante tek emisioni Goca dhe Gra. Është dhe një emër tjetër që përmendet shumë në listën e mundshme të personazheve që mund të hyjnë në Big Brother VIP Albania, që është Jori Mersini, është një prej emrave që qarkullojnë edhe pse nuk është VIP përsëri, ajo është jashtë fushës së showbizit sepse merret me imobiliare. Edhe pse nuk është e fushës së showbizit, Jori Mersini ftohet në emisione të ndryshme televizive për të dhënë opinionet e saj jashtë biznesit imobiliar. Këto janë emrat që qarkullojnë deri tani. Sa po të kemi një emër tjetër të ri, do rikthehem tek ju. Mirupafshim.